mësimet që po i sjell pejgamberi alayhi salatu sallam tani, një pjesë e njerëzve nuk kanë problem. Pse nuk kanë problem? Për arsye se janë shumë normale. Sepse kjo thjesht po i ri përtrin që ato mësime të cilat kanë qenë te pejgamberët e mëhershëm e të cilat janë vdekur ose janë harruar ose janë braktisur nga njerëzit në tokë. Dhe shembulli më i mirë për këtë është se i afërmi i gruas së pejgamberit alayhi salatu wassalam, Waraka ibn Nawfal, i cili ishte kusheri i Atijës, bashkëshortës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sapo e dëgjoi lajmin e parë, edhe i tregoi pejgamberi alayhi salatu wassalam që Xhibrili në shpellë ka ardhur edhe ju ka lajmëruar dhe i ka thonë lexo, edhe e ka përshkruar ngjarjen se si ka ndodhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, e Waraka ibn Nawfal ishte i krishterë këtë kohë. Dhe lexonte në Tevrat. Edhe pa një pa dy, domthon pa e zgjat shumë muhabetin, thot ky që të ka ardhur ty, ose ky që po e tregon ti, është Xhibrili që i ka ardhur Musait edhe Isait, domthon shumë e thjeshtë. Mos ka ardhur me diçka treti. Domthon thjesht Allahu të pas ka dërguar ty me i përtrim mësimet e mëdha të pejgamberëve të mëhershëm. Mirë, po çka po i thot pastaj Waraka ibn Nawfal, thot sikur ti shajri më të ndihmu kur njerëzit e to popullit jot, fisi jot kanë më të nxjerr prej Mekës. Domthon me mua s'ke problem. Edhe me njerëzit që janë sikur se unë, që kanë njohuri për shpallët e mëhershme, s'ke problem edhe s'ke me pas problem. Mirë, po ke me pas problem me disa shtresa tjera të njerëzve, e një prej këtyre shtresave është populli jot, fisi jot, që çash ka më evolu problemi me ta sa që kanë më të larguar dhe prej Mekës. Kjo do të thotë se njerëzit që kishin njohuri për shpallët nuk kishin problem me shpallin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Shembuj të tjerë janë edhe shumë priftëri të cilët e paralajmëronin ardhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu Nejashiu, mbreti i Abisinis, i cili ishte i krishterë dhe populli i tij ishte i krishterë, përveç që kur i dëgjon fjalët e Allahut, të cilat u recitoi Xhaferi, djali i Hoxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, u rrëdhnin lotët sikur i përshkruan Allahu në Kur'an, Nejashiu bëhet musliman. Mirë, po bëhet fshetas. Pse? S'ka problem. Për arsye se ai edhe ashtu ishte në parem, në vija trosha, ishte në mësimet pejgamberëve të mëhershëm, edhe pse ishin të shtrembruara dhe të deformuara. Mirë, po në parem ishte në mësimet e pejgamberëve të mëhershëm. Tash thjesht erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një pejgamber tjetër që bota po e priste, bota kishte nevojë për to, ishin mësime sikurse të pejgamberëve të mëhershëm, edhe Nejashiu bëhet musliman pa problem. Njashtu edhe ndodh edhe me Herakliun, perandorin e romakëve, që kur i arrin mesazhi pejgamberit alayhi salatu wassalam, se unë jam i dërguar i Allahut, Allah më ka dërguar mua për pejgamber me thirrje njerëzit besim, sigurisht që ka dërguar një pejgamber të mëhershëm, pranoi Islamin, shpëton këtë botë dhe në botën tjetër. Disa prej arabëve që kanë qenë prezent këtu, Ebu Sufjani dhe disa të tjerë, në këtë tubim, kur e ka lexuar mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot Ebu Sufjani, masi që kemi dalë prej pallatit mbretëror, e kemi dëgjuar një zhurmë të madhe. Ka shku një rëmuje madhe. Pastaj është kuptu që Herakliu ka dosh më bë musliman. Sepse Herakliu ka qenë i krishter këtu. Domthon thjesht pse jam i krishter, për arsye se këtë fe, edhe pse, domthon këtë kohë Herakliut mësimet e shtrembruara dhe deformuara, mirë, po këtë fe e ka sjell Musa alayhis salam, e ka sjell Isa alayhis salam. Thjesht sikurse ta pas ka ardhur Muhamedi alayhis salam. Mirë, po kur populli ngritën kundër tij, çish po e ndron fen, çish po e lën fen e popullit tanë edhe para këtu, pastaj Herakliu thotë jo, vetëm ndoshta me uamot vendosmërinë, se sa jeni të vendosur fenë juaj. Por ndryshe ky ka dosh më u bë musliman.